Në mbar botën, protesta është e drejtë demokratike e çdo individi për të kërkuar të drejtat e tij. Por kjo dukshëm nuk vlen edhe në vendin ton, ku jetojmë, punojmë dhe veprojmë. Protesta jon me vite ka qenë e heshtur dhe plot sakrifica. Revolta jon prej fillimi nuk ka qenë drejtorit dhe udhëheqësisë së tij. Ne me vite ballafaqohemi me ndryshimet në stafin drejtues të këtij institucioni. Çdo herë jemi bind urdhrave të tyre. Kemi mbuluar çdo kolaps në çdo repart, bile edhe në krizën e pandemisë COVID-19. Por kur s'kemi marrë atë që meritojmë, sepse derisa kolegët tanë ankohen për 1 orë pune të tepërt në këtë spital, ne kemi mbuluar për të ruajtur vendin e punës. Për herë të parë morëm guxim dhe iniciativë që zëri ynë të ndëgjohet përmes jush, mediave. Shkaku i mospërkrahjes nga vetë organet kompetente të Spitalit Klinik Tetov, kolegëve, sindikatave dhe nga mobbingu i bërë nga komentet live dhe në përmjete sociale nga vetë populli që ne e shërbejmë, vendosëm që ta ndërpresim dhe të tërhiqemi në heshtje nga kro protest. Mirë po, kjo heshtje nuk do të thotë që ne dorëzohemi dhe nuk vazhdojmë të kërkojmë të drejtën tonë për punësim. Do të presim përgjigje konkrete nga Spitali, Ministria e Shëndetësisë dhe e Financave. Ju falemnderit.